përdorin mas shumëti në festivale. Që to i veshin ndesha? Jo, nuk i veshin ndesha. Ka shumë dallim punaja me punë të tjerëve. Kretë punimet që janë lokaltame, si cili është handmade. Është taman handmade. Ka rast që ti merr deri në 4-5 orë një aksesor dorë. Përshëndetje, unë jam Marta Durmishi, pronare e biznesit Art Handmade. Me punime dore, me punime handmade, punoj që 5 vjetë online, me dyqan punoj tash këtë vit prej mujt korrekt. Ka mosha ndryshme, po kryesisht janë moshat e reja, prej 18, faktikisht prej 16 në kohë festivale, prej 16 deri 35, më thonë, më varet krejt prej sezonës, se dallon me sezona. Është koha e festivaleve, janë ato bluzat që janë atje, që i preferojnë më shumë, që faktikisht jënë veç për qato, jënë bluza që përdorën veç në për festivale, pjesën tjetër jënë aksesorët e dorës, qaforët, këto në kohën e dimrit, jënë shallat, jënë kapelat, do me thonë ka produkte ndryshme për sezona ndryshme. Materiale furnizora zakonisht prej venëve të ndryshme, kude që shkoj, kude që udhtoj, blej diçka. Ta shkrim varet prej venit, sa mi me gjetë material. Po zakonisht janë materialet i kam shumë unike dhe është këgja problemi gjetë. Shkaku që nuk blenë vend ndryshme dhe është material që edhe me dish nuk mund është me bo shumë material me ta. Shkaku që e kinë sasit limitume. Ka shumë dallim punaja me punë të tjerëve, pa e në vlerësu kërkën, po kretë punimet që janë lokaltame, si cili është handmade, është taman handmade. Asnjë nuk është produkt që mund është me gjetë gatshme në për dyqane që janë tjera. Nuk janë që i ka punu maqina, po janë punime që janë bëme me dorë, si cili prej tyne. Krejt, me qafore, me aksesorët beljet, me bluza, shallat, kapelat, do me thonë se çdo detaj është handmade. Përfitim ka, po s'kisha me thonë që është mënyrë të kënaqshme, se ka shumë dallim çmimet e punimeve handmade në Kosovë, se në Ballkan përgjithsisht, që janë edhe ka shumë dallim në tregun e jashtëm. Në Ballkan, punimet handmade shiten me çmim shumë të lirë se sa që shiten jashtë. Se tëra njerëz mendojnë që është një material i thjesht, kushton lirë, po nuk e llogaritin shpenzimet të tjera që shkojnë bashkë me atë material. Duhesh me vizitkarta, kartolinat për me mbështjell, për secilin detaj, kapsët shkojnë damas, pejt shkojnë damas, çdo sen do me thonë, janë shumë produkte që duhem për me finalizu një produkt. Edhe secila prej tyne e ka një kost të caktuar. Na që jena këtu në Kosovë, që kushdo që punon me handmade, faktikisht këtimin e ka shumë tullë, shkaku që duhesh me shit me çmim shumë tullë. Për shkak se klientela, hala nuk i na mrimi në qatë fazë që me vlerësu produktet handmade taman sa duhet. Ose ka raste aksesorët e dorës, për marrë shembull, që janë me pej, faktikisht kosto është shumë e lirë. Po koha për me bo është, ka rast që ti merr deri në 4-5 orë një aksesor dorë. E ti është shumë e lodhshme, edhe çmimi, do me thonë duhesh me shit për një çmim shumë të lirë. Që nuk është që ki edhe shumë llogari, po duhesh me bu, me qenë se je pjesë e kësaj botës handmade. Tash jemi në bisedime me një organizatë që merret me nanat vetushqyese, si dhe me gratë dhunume gjatë luftës, edhe po shpresojmë pas një bashkëpunim shumë të mirë me to. Këtu kutijat, me qenë se jam festat e fundvitit, edhe është në vend që me bujë zbriti ose diçka që është zakonisht e bujë. Në për vend të tjera, kom shumë një sistem pak ma ndryshe, me bujë dhurata, do me thonë prej datës 1, deri me datën 24 që punojna. Me bujë për secilën ditë ka një dhuratë për klientin e parë që vjen me ble diçka. Ekstra edhe një... Po, përveç produktit që e blen, do me thonë ka edhe një dhuratë. Babin e kom me profesion rroba qeps, kështu që pak kjo pjesa e dizajnëv, anë e ka ana e babit. Ka shumë sene që i kom mësu edhe prej mamit, ose që faktikisht në shumë sene më nimon edhe mami, për shkak që nuk më rrimi kry krejt vetë, sidomos në sezon të verës. Edhe është kjo pjesa e punimeve që i bujnë ana me krabza, që shikina thonë mamati, që e kom mësu prej gjyshës, kur jam kom fëmijë e vogël. Do me thonë peshini, kutijat jam këto, kitë materialin e kom këto, edhe vi që i hapi, kur dhe që jam disponim, edhe bëj qka dhe që më japët aty për atë. Nuk është që rrallë mënet me pa, që me ndodhë që shë dikon diqka edhe me boqat, sa shumicën e rrasëve është ide që e bëj qatë për qatë. Ka shumë, mojë me tonë është si cila prej tyna. Si cila prej tyne
Në momentin që e shoh veten që nuk jam disponem për me punu, nuk punoj hiç. Ose i bëj normal me porosi që janë të gatshme, ajo është copy paste për një produktit që e ki të gatshme. Po ide të reja, në momentin që e shoh veten që nuk jam disponim, nuk e bëj. Në momentin që filloj me punu, e bëj me shumë dashni, e bëj me shumë qef, koncentrimin e kom qatë, edhe secila prej tyne ka vlerë për mu. Kështu që s'është që më me vlerësu një san me thonë që qita ose qata. S'ka pas kërkesa diçka çuditshme që me cek, problemi është pezum ka qenë ajo periudha e festivale, edhe zakonisht janë bluzat me pasqyre ose me rruza, që janë, muj me thonë, produkti ma i veçanti që e kena në dyqan, për arsye që nuk mundesh me gjetë askund tjetër. Edhe ka pas raste që femrat me një pesh pak ma shumë nashta, se tjerat kanë ardhur, kanë pas qef me marr, po kanë hezitu shkaku i peshës, derisa kena mri që me bu diçka të përshtatshme edhe për peshën e tyne. Materialet janë të ndryshme, po ka raste që edhe gjatë udhëtimeve ose gjatë pushimeve nëpër plazha, zakonisht i preferoj plazhat që janë më shumë me gur. Edhe i marr edhe gurët e plazhës edhe bëj diçka me to. Qoftë sikur këto qaforët, ose pjesën e unazave ose qaforave që buhen me epoks, edhe që brenda i futi gurët plazha. Kjo është pjesa e bluzave që do me thoni përdorin mas shumëti në festivale. Që to i veshin desha? Jo, nuk i veshin desha. Këto i përdorin me bikini, ose me crop top, ose me një bluzë në funi. Mundesh me bu kombinime ndryshme me to. Ose momentalisht, për shembull që shikon këmishën, në vend të lekut, që e kam vesh, me hekje lekun edhe me vesh këta me këmish për mbrëmjen.